Qeverinë e tij akuzojnë për korrupsion. Reuters Rama mbron financimin 4 milion euro për Kanye West, ndërkohë mijëra protestues çdo ditë i kërkojnë dorëheqjen. Deklaratat e kryeministrit Edi Rama për një financim prej 4 milion euro për koncertin e Kanye West kanë tërhequr vëmendjen e mediave botërore. Agjencia e lajmeve Reuters shkruan se kryeministri Edi Rama mbrojti vendimin e qeverisë për të shpenzuar një shumë të tillë parash, ndërsa përpiqet të zbusë reagimet e forta publike dhe zemërimin ka shtuar protestat dhe kërkesat për dorëheqjen e tij. Reuters shkruan se Kanye West është ndaluar të performojë në disa vende europiane këtë verë pas deklaratave të tij, të cilat kanë përfshirë lavdërime për Adolf Hitlerin dhe përdorimin e simboleve naziste. Koncerti planifikuar për 11 korik në periferi të Tiranës pritet të zhvillohet në një stadium të përkohshëm të ndërtuar posaçërisht për këtë aktivitet. Në një postim në Facebook, Rama deklaroi se fondi prej 4 milion eurosh u miratua në momentet e fundit për të shmangur sipas tij dëmtimin e imazhit të Shqipërisë. Ne akorduam 4 milion euro në minutën e fundit për të shmangur turpërimin e Shqipërisë përballë afro 25.000 vizitorëve nga 80 vende të botës, të cilët kishin bler tashmë biletat për koncertin e Kanye West, ndërsa shumë të tjerë kishin frikë se ai mund të anullohej, citohet Rama nga Reuters. Sipas kryeministrit, eventi pritej të sjellë ekonomisë shqiptare të paktën 100 milion euro të ardhura falëritjes së rezervimeve në hotele dhe aktivitete turistike gjatë ditëve të koncertit. Megjithatë, deklaratat e tij kanë shkaktuar reagime të shumta kritike në rrjetet sociale. Një komentues shkroi se Shqipëria turpërohet kur mirëpret një këngëtar që admiron Hitlerin, ndërsa një tjetër reagoi: "Turp, jo me paratë e mia." Reuters kujton se në Tiranë, protestat qytetare kanë vazhduar çdo ditë për më shumë se një muaj. Fillimisht ato nisën kundër planeve për ndërtimin e një resorti luksoz të lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Më pas, protestat u zgjeruan duke kundërshtuar projekte të tjera turistike pranë zonave të mbrojtura bregdetare, ndërsa protestuesit kërkojnë edhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar qeverinë për korrupsion.